Një ditë për ditë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka përdorë Muadh ibn Jabal, shokin e tina, të cilin e ka veçuar me njohjen e halalit dhe haramit. Edhe i thot: "O Muadh, thot unë ty të dua." Dhe kjo është prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, që njeriu kur e don dikam ia shpreh. Dhe kjo e forcon lidhjen. Dhe kjo e mban më të gjatë dhe më të gjallë lidhjen e mes njerëzve. Atëherë i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, i thot Muadhi, thot: "Wallahi, ana wallahi uhibbuka ya Rasulullah." Thot: "Ja Rasulullah, dhe unë wallahi du tyje." Dhe kjo është shprehja në mes dosit dhe dosit prej dashnijës, të cilën shumë prej muslimanëve nuk e praktikojnë, nuk e zbatojnë, madje edhe nuk e njohin këtë lloj të dashurisë dhe shprehjes së ndërsjellë të dashurisë. Atëherë i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot: "O Muadh, a do me ta mësuni lutje, të cilën do ta thuash në fund të namazit tan?" Dhe shiko këtë mënyrë të përpikt, më të mirë në botë të Muhamedit alayhi salatu wassalam në komunikimin e mësimit. Nuk i than ngo këtu: "Unë të kallzoj tije." Rasulullah, ai çish dush ka mujt mi thon. Ai çish dush ka më, unë s'ka të kallzoj, se unë jam Rasulullah, ti ke obligim me mngu. Ti del pe feje mos me mngu. Ti mos më marr këshillën mua, shumë keq punë ti kije. Kur gjë nuk i tha kështu. Po tha: "Ela uallimuka." Pra, a pranon me të mësu, a do me të mësu? Sa mësime ka këtu të ndërum xhamat. Ku njerëzit mundon me ti imponu çështua. Patjetër duhet me ditë ti këta. Pse është patjetër? Pse është patjetër? Ela uallimuk, ata mësoj. A do me ta mësue? Apo feja është me të lirë të ndërum xhamat. Feja është nëse hin zemër, nëse nuk hin zemër koto. Kot çka nënshtrohet trupi kur nuk nënshtrohet zemra. Kur ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam, janë mërzit zemrat e sahabeve. Janë mërzit zemrat e sahabeve. Sa ajo ka marrë zemrat, jo trupat. Po këtë arsye disa prej tyre, të cilët nuk kishin nënshtruar në Islam prej dashnijës, ata dezertuan. Me vdekjen e tij dezertuan, se nuk e dojshin ata. Apo andaj të mësohemi që mësimet pavarësisht sa të mëdha janë, Muhamedi sa më është mësue. A ka mujt mi thonë, "Nalë shtu të mësoj diçka se duhet ky mësim." Dhe çfarë mësimi dërgumi i Zotit po e mëson një njeri thjesht, sahabi i pejgamberit alayhi salatu wasallam në raport me ta. Mirë, po çka i tha? "Ela uallimuka." A ti mësoj. Çfarë metode? Ku njerëzit sot mundohen me bë diktat, patjetër që ashtu s'ka. Duhet njeriu të mjafton mundsinë e kuptimit, perceptimit, kohës, i duhet vakt me mësu, i duhet kohë me përmirësu. Nuk bëhen këtë për një herë. Tha, do t'i mësoj do fjalë, a do me t'i mësu? Që t'i thush në çdo namaz. Tha, po ja Rasulullah, bela, gjithsesi, kam shumë dëshirë. Shikoj, e shpreh, po, mësoma. Atëherë tha, kul, thuj në fundin e çdo namazit: Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husna ibadatik. Tha, thua jo Muadh, o Allah, a'inni ala dhikrik, o Zot, më ndihmo, më përkrah që të përmendi ty. Shiko të ndërum xhamat, e ki gojën, këtë e kena gojën. A dim që është i vlefshëm dhikri? Po së ne ban. S'ta mundson Zoti. Këtë është me të mundsu me Zot, këtë është ai nëse të ndihmon. Apo a e dim shumë prej veprave që janë të mira, s'u bojna, s'le gjunoj, s'le mëkati. Apo s'ki takat. Merre çele Kur'anin këshire që sa xhumi. Merre banë një punë mirë këshire. Çele koletën për sa ta ka këshire që dam shpirti. Duke sikur me ta heq shpirti mbi trupin. Se s'ta ka mundsu. Andaj shikoj çfarë do ai tha. Tha thuaj o Muad, Allahumma a'inni ala dhikrik. O Allah, nimom të bëj dhikr. As Zotin s'e përmend se Zoti nuk do me përmendti ata. S'ta mundson Zoti me përmend ata. Por këtë arsye lutë, o Allah, zgjidh maniën e gjuhës të përmendi. Lag magojën të përmendi. Thuaj elhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Apo sa njëri për shembull, apo sa mirë është ai musliman që çfarë do lloj gjendje e përmend Zotin. Nëse çuditë diçka thot subhanallah, thot la ilaha illallah. Gabon diçka astaghfirullah, apo atë të tjerë plot njerëz që po. Gabon diçka shat, po në vend shamës thuaj dhikr, thuaj subhanallah. Thuaj la ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah. Kur e shah diçka që s'po hec, thuaj la hawla wala quwwata illa billah. Apo jo se do me, e mërkurja se do, e martja se do, 7 ditë javës nuk e do për këtë. Do ta 13 nuk e do, sabaj për mua, më kishin pas nem, apo
Një hala të mbo se hire, një teze që a gjë një koj shikis. Oj ndërum, lalu pak, lej me hala, me teze, me malket. Kur kusht ka bo se hire, e nëjna që ka e vrapa, lutë Allah me drejtue. Lutë Zotë me Allahumma inni ala dhikrik. O Zotë më mundësot të përmendi. Zotë ta mundëson, Zotë ta mundëson më udhëzue, Zotë ta mundëson më falë. Zotë kitë Zotë i banë ato. Së në madhë me zorë kur gjo. Andaj shikoj ka thonë, thua i muad, o Allah, një mom të përmendi. Një mom të përmendi. As dhikrin së në banë pa të lecu Zotë. Që kishat me veti ki, që gojnë me veti ki, provoje. Hajde provoje. Së në banë. Pas e ka thonë, wa ala shukrik. O Allah, ndihmom të falenderoj tije. Sa begatin e gzojna së falenderojna. Sa begatin e gzojna së falenderojna. A, kur pagujna në market, apo e këshira ti, mi pa amor 10 dinar ma shumë. Nëse për bitan ka dalë, apo? A ato shka i shfridzon ti? A kush ti dha ti parët? A begatit, a i numron detalj? A kini po, ka detalista, e merë atë fakturën dhe veç e këshirë. A kënë që ka që s'ken? Sa të përlamët me shitësin ati. Pse, mduket besu mduket, pse parët ja ka prek. Për çka? Mës këm pakujt më tepër. E të ndërum gjëmat, a e këshin ashtu në detalj begatin e Zotit? Për sytë mi thonë elhamdulillah, për vesht elhamdulillah, për trupin elhamdulillah, për gjuhën elhamdulillah, për shëndetin elhamdulillah, për shtëpin elhamdulillah, për evladet elhamdulillah. Po sa du, po sa bajt zë dhe s'mur shmina. Thuj elhamdulillah, mëse ndalë gjuhën ala shukrik. O Allah, ndihmon pardon, shqyqyr, apo? Shqyqyr Zotit. Qa në shqyqyr Zotit? Faliminderit Zotit. A shqyqyr qka i bjetë ndërum gjëmat? Shqyqyr është se ti ke hangër mish. Kur trashët lopja, Arab ti thujnë shekarat. U ka trash, ka hangër mirë kjo. E kur të hajsh mirë, qka thuti? Qka thuti? Na, senin e parë kur të hajna, qka thujna? Kish në hangër dhe pak, ama jo shegjeri, jo shtypja. Ka dale me para kësaj, elhamdulillahi ledhi at'amana. Elhamdulillahi cili Allah buk me hangër. Wa gjaalena midel muslimin. Dhe na voni musliman. Lutë Allah me të një mu me falendëru. Së së në falenderon. Dhe më fund që i ka thanë, dhe thuj, wa husni ibadetik. Dhe o Allah, i ka thanë, o muad, thuj kështu, në fund namazin, thuj, o Allah, ndihmom ibadetin të baj mirë. Jo vesh kelle shko, u fala une. U fala, ama ka të falme dhe të falme. Thot i bën Qayyim el-Juzeyy, lidhën di veta në namaz, në saf me një saf, në gjithë janë. Apo? Njani ka shku të Rabbul Alemini atje, me shpirt, tjetëri është të matë në pazar, a ja dhash betikila një e gjimës. Dalon, të ditë saf, pi për jash kër të bojnë fotografien, mashallah të barek Allah, se ta shqetojnë në kone fotografive dhe ibadetit të fotografive, apo, shko teorimës me po fotografi, tu fal, pin sesh dhe pin kam, apo, veç agjerimi, s'ka mund si qishme, apo, jam agjerushme, se ro, kur qish, apo, se me mujt në, edhe ata e fotografojnë, apëse mësë petit njerëzit, që agjerushme jam. Për këtë asyje shiko, husni ibadetik, me bo mirë ibadetin, që to më thonë me bo mirë ibadetin, të nërëm gjemat, me bo pastor, me bo për i Zoti Gjelle Gjelalu, për knatësina Allahut, mësë me azonë udhën kërkujna, ty e ban një ibadet, këtu 50 vetave i ke bo dam, qëfar ibadet është ajo? Qëfar ibadet është ajo? Ban ibadet për i azonë komën kërkujna, ban ibadet për i bo dam kërkujna, ban ibadet zbukuroja ibadetin, rri para Zoti që shtë ka hije. Ka orë transmetime se kur robi lëviz, lidhët namaz, Allahu Ekber, edhe lëviz. Këshirë, munot pin namaz me këshirë lusterit. Lej e mërë lusterit, lej qilimin, lej krejt. Falu. Ka orë transmetime se kur e lëviz kokën robi, Allahu Gjellori thot, o robi jem, qka jetu të këshirë, dishka matë mirë se une. Qa jetu lip matë mirë se Zoti? Kush t'jep ma shumë se Zoti? Kush do ma shumë se Zoti? Ku ki mu këthi në fund përveset e Zoti? Andaj, kjo ishte duaja Muad ibn Gjebelit, të cilin jam soj për nga mbele alayhi salatu wassalam. Edhe njerë, qëfar i tha? Tha thuj në fund të namazit, o Allah, ndihmom të të përmendi, ndihmom të të falenderoj, dhe ndihmom o Zot ibadetin, adhurimin, kur ta baj mirë. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu, që Allahu na mundson që gjuhët tona t'jenë të lagura me dhikr, ta përmendim Zotin ton shumë, të bëjmë dhikrin shumë,
të jetë Allahu subhanahu wa taala në shpirtin ton, në gjuhët tona, i përmendur vazhdimisht, publik e tinza, ta madhnojmë Zotin ton xhel xhelalu. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na ndihmon ta falenderojmë Zotin për çdo begati të tij që e shfryzojna, për çdo mirësi të tij që e konsumojmë në këtë dunja. Elusim Zotin e madh xhel xhelalu që Allahu ti përmirëson adhurimet tona, ti zbukuron adhurimet tona, ti pastron zemrat tona që kur ti bëjmë këto adhurime, ti bëjmë në kërkimin e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Elusim Zotin e madh që Allahu ti përmirëson edukatat tona, moralet tona, ti gdhejnë karakteret tona. Elusim Zotin e madh xhel xhelalu këtë ditë xumaje, ditë të madhe ku Allah e pranon duajen. Allahu xhel xhelalu ti ndihmon muslimanëve kudo që janë, jetimat e muslimanëve, të doptit e muslimanëve, ata musliman që janë në për luftra, ata në musliman që janë në për burgje, ata musliman që kanë gazepe dhe skamje dhe fukarallëke, ata musliman të cilët e kanë humbur familjen e vet, ata musliman që janë jetima dhe bonjak, ata musliman të cilët janë në siklete të ndryshme. Lusim Zotin e madh, Allahu rahmetin mbi ta tasbet ya rabbal alamin. Elusim Zotin e madh xhel xhelal që krejt zullumçarëve dhe kriminalëve dhe fesadxhive në tokë, të cilët bëjnë krimin në tokë, Allahu ndër me vetë i shpartallon ya rabbal alamin. E i bërat për njerëzimin ti ban ya rabbal alamin. Elusim Zotin e madh xhel xhelal që Allahu na mundson të jetojmë si musliman dhe frymën e fundit Allahu t'ja jap na me iman.